Akti është një akti turpshëm, pa precedent, që nuk njeh historia e parlamentarizmit një akt të tillë. Kam pas shumë akte të turpshme nëpër parlamente të ndryshme të botës, ndoshta edhe konflikte ndërmjet deputetësh, por që të hapën dyert çfarëdo huligani që të hyj brenda, kjo nuk ish ndodh. Nuk ka qenë rasti, asesi, ka qenë mirë organizuar, kuptohet, por ka qenë përpjekja e fundit e krimit dhe e njerëzve të inkriminuar për të ikur drejtësisë dhe për shpëtuar veten si qyqar që janë, duke shfrytzuar tjerët, duke dashur që të inskenojnë ndoshta edhe konflikt vetëm për shpëtuar lëkurat e tyre. Ndërsa vet akti, unë pata deklaruar që unë gjë tjetër përveç se të artikuloj politikisht nevojat që kanë shqiptarët unë në Maqedoni nuk kam bërë. Kështu që prandaj them është atentat ndaj artikulimit politik